Pas disa javësh konfuzioni, keq kuptimesh, reflektimesh, për vonë Merkuri është stacionuar në vit të drejtë, sot në datën 7 prill në shenjën e Peshqve. Në fakt, kjo retrograd apo kjo zbrapsje e Merkurit ka qenë dy pjesë. E nisi me zbrapsje në shenjën e Dashit në datën 14 mars dhe më pas më 29 mars u zbraps në shenjën e Peshqve. Gjatë fazës kur Merkuri ka qenë i zbrapsur në shenjën e Dashit, të gjithëve na u kërkuar që të rivlerësonim pjesën e komunikimit ton, se si flasim, nëse fjalët tona po na shërbejnë për diçka apo po na sabotojnë dhe po na prishin punë, që në shumicën e rasteve na kanë prishur punë. Energjia në fakt e Dashit është e zjarrtë dhe e shpejtë dhe me Merkurin e zbrapsur në Dash ka të ngjarë që të shkaktojë më shumë probleme, konfuzion sesa qartësi apo të rregullojë gjërat dhe ka pasur një mori vendimesh të marra në mënyrë të nxituar nga shumica prej nesh apo mesazhe impulsive të dërguara në momentin e gabuar, apo me tone të keq kuptuara, zënka që kanë përshkallëzuar në debate, në sherre, më pas biseda që janë zhvilluar shumë shpejt duke mos lënë vend për të rregulluar gjërat, por për të prishur akoma më shumë. Ka pasur një lloj sjellje arrogante në formën e komunikimit ton. Unë këto e kam ndier edhe vetë në fakt, sepse nuk është se ta përtoja shumë që unë zakonisht jam tipi që jam me takt dhe shikoj edhe anën emocionale të tjetrit, por kur Merkuri është zbrapsur në Dash, nuk është se plas shumë trapi se çfarë ndjen tjetri apo thjesht nëse ta acaron nervat, ti e shpreh atë e nxjerr atë acarimin tënd, duke pasur tone goxha arrogante në komunikim. Më pas erdhi pjesa e Peshqve dhe kjo ka sjell një energji pak më të ngadaltë, ritme më të ngadalta dhe në formën e komunikimi më evaziv, duke sjellë një tip mjekullimi midis në kufirin midis imagjinatës dhe realitetit ton. Komunikimi ka qenë edhe më emocional. Tashmë që është në vit të drejtë, Merkuri është po në shenjën e Peshqve. Ato baticat sikur e kthyen anien e realitetit në port edhe nga ana tjetër emocionet do fillojnë që të qetësohen, fjalët do të kthehen dhe do fillojmë që t'i besojmë sërish të zërit ton të brendshëm, intuitës son dhe instiktit ton.